Përshëndetje njerëz, unë jam një prind që kërkoj ndihmë për vajzën time. Vajza ime vua nga sindroma nefrotik për arsye të veshkave, njërën veshke ka dëmtuar dhe kërkohet që të qohet për kurim në Itali, në Gjenova të Italisë, ke Gazolini, sepse e kemi qu diagnozën edhe na kam pranu si spital, ama çështja është sepse është një kostë shumë e lartë, nuk e përballojmë dot si prindër, edhe ju kërkojmë ndihmë gjithë shqiptarëve. Vajza ime po rrezikon çdo ditë jetën këtu në Shqipëri. Arsyeja vetme është që vajza ime të vazhdoj kurimet është vetëm në Itali, në Gjenova, sepse është një spital më i mirë në Europë që kërkohet për arsyen që vajza ime të kurohet atje. Por ne nuk kemi mundësi ekonomike sepse është kosto shumë e lartë. Ju bëj thirrje gjithë shqiptarëve që na ndihmoni, sepse vajza ime çdo ditë bëhet e më keq këtu në Shqipëri. Thjesht doktorat në Shqipëri, i kanë bërë shërbimet e gjitha, ama vajza ime kërkon një terapi intensive në Itali, sepse i vetmi spital që e ka marrë përsipër që vajza ime kurohet. Por është një kurim që zgjat 1 vit, 2 vjet, 3 vjet, nuk di sa mund të zgjasi. Ama vajza ime është vetëm 8 vjeçe. Edhe ju lutem na ndihmoni. Ja, kjo është vajza ime 8 vjeçe, që për momentin që flasim është e fryrë. Nuk është normale si gjithë ne njerëzit. Ju lutem na ndihmoni.